Një non që i ka fëmijë të rritur. Po. A e ka të vështirë me marrë një vendim për jetën e saj, pra për të vazhduar jetën pas divorcit parë me një kur janë fëmijë të rritur gjithmonë në Zvicër. Pra, Nuk e kam pas vështirë, se unë kam shumë kontakt mirë me fëmijët e mi, jam shumë e hapun, flas për secilën temë që na vjen. Edhe fëmijët e mi në atë kohë dikur edhe kanë thënë, mami, vazhdo jetën, vazhdo jetën tënde ashtu siç don ti. pra fëmijët e tu të kanë thënë vetë. Po. Edhe se ne shkojmë dikur, martohem, kemi fëmijë, kemi familje tona, edhe nuk dojmë të shohim vetëm. Okej. Interesant, pra shumë edhe kjo është një mirë kuptim edhe një mesazh shumë i mirë. Pra fëmijët tu të kanë thënë vetë që mami gjeje dikën sepse ne kemi jetën tonë, drejtimin tonë edhe më zumet pa vetëm. S'dojmë të pa vetëm edhe është ma mirë. Një nane lumtur ka fëmijë të lumtur. Absolutisht. Po, absolutisht. Nuk është nëna lumtur, nuk janë as fëmijët e lumtur. Absolutisht. Kështu që është ndoshta për ta mama i lehtësi kur të din që unë jam me dike edhe jam e lumtur. Po, sepse Se po t'isha vetë edhe ata e kishin obligim me më shiku mu. Nuk e kanë obligim. As kur t'plakëm unë nuk e kanë obligim. Në atë moment që unë nuk moj, unë shkoj vetë në shtëpi pleqve. Nuk du që fëmijët e mi me ndi obligim për mu, më shiqu mu. Une i kom bo me vetë dëshirë ata, dhe ata e në të lirë. Nuk janë prone jemja. Nuk janë prone jotja. Absolut jo. Pra nuk e kanë obligim më kujdes për ty. Jo. Nuk janë prone jemja, ja unë i kam lindë. Se realisht të mentaliteti jonë, i kombit tonë shqiptar, është dhe rritemi me frymen dhe me mentalitetin, me traditën tonë, që fëmijët i rrisim, por kur të plakemi, është tabu në qofë se fëmija na qënë në shtëpit pleqve. Jo, absolut. Për neve është tabu dhe nuk e mirë presim, realisht ne si tradite ose mentalitet shqiptar. Si po e jep të kundërt të mësot. Unë jam e kundërta se, shiqo, unë i kam lindë, edhe unë jap kraht me fluturu. Nuk kanë nevojë ata me më shiqu, unë i kam bo ata me vetë dëshirë, se ka shti kërkush me zorë. Edhe për atë punë nuk e kanë obligim me më shiqu mu. Sa të muju në vetë është okej. Kur të muju në vetë mo, unë shkoj vetë. Ata mujnë me arë me vizitu, unë mujnë me shku me vizitu, po obligim ndaj me e s'kanë. Obligim ndaj te e s'kanë? Absolut jo. Unë për vete, në këtë aspekt, e shikoj ndryshe, për shembull unë flas për vete, se unë ti e din pak a shumë me mentalitet jam edhe katunar dhe fshatar. Jam edhe unë katunar. Unë për vete domethënë vetëm du me demantun këtë pjesë. Unë e marr fëmin tim, e rris, e shkolloj, sakrifikoj, punoj, jap po them jetën për të, paguaj shumë për të arritur mirë, shëndetshëm, për të shkolluar, dhe në fund realisht kur të plagëm mlen takati, unë për vete kom qef që fëmija im me më shiku pak më kujdes për mu, sepse realisht nështë ta fëmija kujdeset pak më mirë për mu se sa një person që se njof. E këtu ka tash, kjo është, ajo, mendimi im. Ajo është mendimi jëtë. Mendimi im është që fëmija im, ma me qef vjen më më taku mu aty, se sa që më shiqen. Se ka obligim. Unë me vetë dëshiri kam ba. Si kam ba se duhet më shiqu kur të plakem unë. Edhe na kemi fatë që jetojmë Zvicër. Këto është gjithë shka e rregullume. Edhe pse unë, për prindë e mi, unë prindë e mi i kam këtu. Edhe i shiqaj. Po ata jetojnë vetë. Jetojnë vetë? Jetojnë vetë. Po në shpit vetë? Sa të mujnë? Kur nuk mujnë ma... E tashi, prindë jetojnë në shpit vetë, apo jo? Kur të plakën të lodhen, e ke vendosë me shiku vetë, apo të me qunë në shtëpi pleqve? Jo, unë e së vendosi kur gjatë, ata vendosin vetë për vetë. Nëse vendosin me shiku ti, a dhe i shikosh? Sigurisht. Sigurisht që po. Po, do t'i merja këtu. Gjithçka është me dëshirë të personalizuar. Nëse prindrit e fluturës kanë dëshirë me jetu me fluturën edhe kur lodhen e s'munden ma, flutura thotë i marrë këto, i shikoj vetë. Nëse ata kanë dëshirë me qunë në shtëpi pleqve, i qëjnë në shtëpi pleqve. Tash edhe flutura thotë, nëse unë kam dëshirë me më shiku fëmija, ju thëmë me më shiku. Po unë s'kam dëshirë me më shiku fëmija, kam dëshirë me shku, mësë mi u bo barë fëmijëve me shku në shtëpi pleqve. Edhe kjo është mesazh shumë i qartë dhe i bukur.